Mirëmëngjes njerëz, uroj të jeni mirë të gjithë ju që më dëgjoni, po të jenë mirë edhe ata që nuk më dëgjojnë, edhe pse nuk e dinë se çfarë po humbasin. Si çdo të hënë, sot do t'ju lexoj horoskopin dhe pastaj do të merrem me një këngë me tekstin e saj, me mesazhin që kënga sjell, që artisti sjell, ose që ylli i muzikës sjell, sepse ky emision e dini që titullohet Mesazhi i yjeve në fat dhe në muzikë. Mund të na ndiqni përveç se këtu në Radio Sol në frekuencën 89 MHz edhe në të gjitha rrjetet sociale me adresën Radio Sol ose Radio Sol 89 ose Sol 89, jeni të shkatët e gjeni vetë. Kam një slogan njerëz në formë këshille ose një këshill në formë slogani për të gjithë ju që më dëgjoni. Në qoftë se keni në gjë, në ankesë, na shkruani, flisni vetëm me ne. Por në qoftë se jeni të kënaqur, mund të flisni me kë të doni. Dakord? Tani po fillojmë me horoskopin. Dashi. Octavio Paz ka qenë një shkrimtar meksikan i shenjës dashit, i cili ka marrë dhe çmimin Nobel në letërsi në vitin 1990. Në poezinë e tij që titullohet Complementarios, Octavio Paz i thot të dashurës: në trupin tim ti kërkon malin, kërkon diellin tënd të varrosur në heshtjen e pyllit. Në trupin tënd unë kërkoj barkën që do të më nxjerrë në breg, në zemër të natës. Po ti o dash, bura gruaj qofsh, çfarë kërkoje në trupin e kujt ke dashur? Cilat enigma apo mistere ke dashur të eksploroje ndërkohë që ai trup përhumbej? Në që mënyrë të dashurit e të pasurit afër të dikujt që doje të ka ndihmuar të kuptosh sensin e vërtet të jetës? Këto janë ato mbi të cilat të ftoj të reflektosh o dash, bura grua qofsh. Kërko tek vetja atë ushqim shpirtëror që të ka dhënë prania dhe sensualiteti i kujt afër e ke pasur. E pastaj mundet ndoshta të kërkosh një dashuri të re në thonjza, dhe dashuria e re në thonjza për të cilën po të flas është edhe konkrete, por edhe figurative. Konkretja është ajo që ta bën zemra. Figurativja është në punën tënde. Demi. Një shkrimtar, apo dikush që ndoshta nuk më kujtohet mirë, ka thënë një gjë që unë e pata mbajtur shnim dhe sot dua t'ua them juve o njerëz të shenjës Demit. Ai njeriu shkruante: në psiqikën e një buri e pavetdijshmja, instikti pra, është kaotik, plot zhvillime shpesh të dhunshme e të paarsyeshme, që zhvillojnë, por edhe që shkatërrojnë. Ndërsa në psiqikën e gruas, instikti është një burim tepër interesant, plot imazhe dhe veprime të shenjta që arrin të shprehin kontradiktat e të gjitha formave të jetës në një harmoni të admirueshme. Me dy fjalë, burrat me instinkt o shkatërrojnë o krijojnë, ndërsa gratë mbrin që kontradiktat t'i vënë në harmoni ndërmjet tyre, ta harmonizojnë gjërat. Sipas mënyrës se si unë interpretoj yjet, burrat e shenjës Demit këtë javë deri nga fundi i vitit ndoshta do të kenë mundësinë që me instinktin e tyre gjërat t'i përjetojnë si gratë, ndërsa gratë do t'jenë në pozicionin e kundërt. Kjo në të përgjithshmen nuk ndryshon asgjë, por në marrëdhënie të drejtë për drejta ndryshon që ç'ke me të, ndryshon. Do t'jenë burrat ata që do të mundohen të bashkërendojnë gjithçka në jetën e përditshme, në punë, në biznes, në familje, kudo qoftë. Kurse gra e shenjës Demit, ju gra të shenjës Demit, keni kujdes që të mos shkatërroni atë çka partnerët tuaj po strukturojnë, po ndërtojnë. Në rregull? Binjakët. Në vitin 1918, kur mbaroi lufta e parë botërore, shtetet fituese i kërkuan një dëmshpërblim të konsiderueshëm Gjermanisë së mundur. U deshën 92 vjet për të shlyer ky dëmshpërblim, sepse 94 milion dollarët e fundit u shlyen vetëm në tetor të vitit 2010. Shpresoj
që kjo histori t'ju ketë frymëzuar o binjak, bura gra qofshi, sepse në qoftë se subjekte as pak fleksibel, as pak të përpunueshme, siç janë qeverit, mund të heqin një damk negative nga kurizi, edhe ju mund ta bëni që të shke me të. Kjo me pak fjalë do të thotë që në këtë javë të mbetura të këtij viti, në këtë gjysmë të mbetur të këtij viti, duhet të përpiqeni të pastroni atë çka ka mbetur brenda jush nga konflikte të vjetra personale dhe nga inate të shkuara. Duhet t'i fshini, duhet t'i çoni gjërat në zero. Gaforia. Jezuiti dhe poeti anglez i shenjës gafores Gerard Manley Hopkins krijoi foljen angleze to self, për të treguar atë që një person bën kur do të mostrojë, kur do të tregojë praninë e tij speciale në jetë. Kjo që bëj unë për shembull është to self, është mundësia ime për ta bërë këtë rubrikë, sepse sa herë që krijoj është mundësia ime për të bërë këtë rubrikë, sepse sa herë që krijoj një horoskop, përdor aftësinë time për të kombinuar fantazinë, njohuritë dhe dëshirën. Sipas asaj që unë lexoj tek ky jetë, o binjak, bura, gra qofshi, edhe ju jeni në një fazë që keni detyrën e shenjtë të tregoni shumë, të tregoni aftësitë tuaja në këtë botë me shumë forcë dhe me shumë zell. Ndoshta edhe më shumë. Ju këshilloj të jeni të palodhur në kërkimin e mundësive që do t'ju bëjnë të veçantë dhe shumë të dashur për çdo që keni afër, si në biznes, si në familje, si në shoqëri. Luani. Shkrimtari dhe romancieri anglez Aldous Huxley ka qenë i shenjës Luanit. Në librin e tij Për te i gjirit Meksikës, që e ka shkruar në vitin 1934, ai ka shkruar: ritmi i natyrshëm i jetës njeriut është një rutinë që ndërpritet nga orgjitë. Autori Aldous Huxley përdor termin orgji në kuptimin më të gjerë të fjalës, jo vetëm si takim apo si marrëdhënie seksuale, por si shpërthim i papërmbajtur i pasionit që të çon në çlirimin e guximshëm, i cili si pasojë sjell thyerjen e rregullave apo të asaj që ai quhen rutinën e zakonshme. Pra, të çon në revolucion figurativisht. Luan, bura grua qofsh, në ditët në vazhdim të pret tamam kjo orgji në thonjza, sepse je në momentin që duhet ta thyesh e ta shkatërosh rutinën e përditshme në do të ecësh përpara, kudo qoftë në dashuri, në punë, në biznes, në kudo qoftë, në çdo lloj marrëdhënie, duhet të shkatërosh rutinën e përditshme. Mjaft me atë pellgun që nuk lëviz ujë nga vendi. Virgjeresha. Filip Marinović është një poet amerikan bashkohor i shenjës së Virgjereshës. Sot është 51 vjeç, më duket, pak a shumë. Një vëllim me poezitë të tij ai e ka titulluar And if you don't go crazy, I'll meet you here tomorrow. Që do të thotë, po nuk u çmende, takohemi këtu nesër. Virgjeresha, bura gra qofshi. Këtë titull kam qef që ta përdor si titull për parashikimin e horoskopit tuaj për javët në vazhdim. Pra, në qoftë se nuk luani mëndsh, në qoftë se nuk shmendeni, takohemi këtu javë të ardhshme. Mendoj se ju nuk do të mungonin takim, jam i sigurt. Nga ju e të lexoj se pavarësisht situatave ku do të gjendeni, do të dini ta ruani gjaktësinë, do të jeni të aftë të eliminoni apo mënjanoni paradokset. Mbase do të duhet edhe ndonjë çmenduri e vogël për t'i përballuar, por gjithsesi mendoj se javën që vjen ju do të jeni. Peshorja. Kam folur edhe herë tjetër dhe jam referuar poetit mistik persian Jalal Adadin Muhammad Rumi, që është i shenjës peshores. Në një nga poezitë e tij ai thotë: mos kujto se gjatë dimrit kopshti e humbet bukurinë e tij. Duket si i thatë, i djerë, por poshtë
rënjët janë në vlim, jetojnë dhe bëhen gati për pranverën. Peshore, bura gra qofshi, mendoj se në këtë moment ju jeni figurativisht si kopshti që thot poeti. Peshore, duke të parë kështu nga jashtë, duket sikur je pak i përgjumur, apo e përgjumur qofsh. Si pa energji, as fjalët sikur nuk të dalin, por unë e di, se e thonë yjet, që ti je në fazën e rikarikimit të baterive, je vu në karikim. Brenda te gjithë shka vlon dhe idet dhe projektet janë gati për të shpërthyer. Punë të mbar, apo ndoshta edhe rrugë të mbar. Akrepi. Policia e Los Angeles në korrik të vitit që lan pas, të vitit 2025, kreu një eksperiment në një pjesë 15 kilometra të një autostrade. Vuri 3 shofera me makina pa targa që të eliminonin denoncimet në zyrat e qarkullimit rrugor, të cilat duhet të esnin sa më shpejt të ishte e mundur, ose me gjithë shpejtësinë e mundshme, por pa ndëruar korsi. Ndërkohë, i kërkoi 1/4 që të bënte të njëjtën gjë, por duke ndëruar korsi e duke bërë zigzag, duke hyrë, duke dalë, duke siç ndodh normalisht me ca njerëz në rrugë, ku të gjente hapësira për të kaluar në mënyrë që distancën 15 kilometra ta bënte më shpejt se 3 të tjerët. Në momentin që mbritën, e merrni dot me mend se sa ishte diferenca në kohë. Makina që bënte zigzag e që rrezikoi gjatë gjithë gjatësisë 15 kilometra, mbriti 30 sekonda më vonë se të tjerët. Kjo vlen për ju dhe është një këshill për ju të dashur akrepa. Gjatë kësaj pjese të mbetur të vitit 2026, kiheni parasysh këtë që sapo ju tregova. Duke bërë dredha, duke bërë zigzag apo manovra të tjera të rrezikshme, nuk do të fitoni pothuajse asgjë. Duhet jeni të shpejt, të vendosur, por të qetë e të njëtrajtshëm. Mos harroni se rruga e shkurtër shpesh të nxjerr më gjatë. Shigjetari. Arri duke kryuar veshin ndërkohë që je duke u menduar, apo mos ndoshta hathojnë duke parë në një film, apo ndoshta arri duke shkruar mesazhe ndërkohë që rruhesh, që bën tualet, që merresh me një punë tjetër, apo kur je duke ngarë makinën. Në qoftë se është kështu, do të thotë që je duke ecur shumë më shpejt nga ç'duhet dhe je duke bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe kjo, shigjetar, burra grua qofsh, nuk është ide shumë e mirë. Javën që po nisi, dashur shigjetar apo shigjetare, e ke të ndaluar sa më sipër të thash. Ngadalso, ke nevojë ti ngadalsosh pak ritmet. Shigjetar, burra grua qofsh, detyroje veten ti bësh gjërat një nga një. Dhe nuk po ta them sepse shëndeti yt fizik, mendor apo shpirtëror varet prej kësaj. Jo, është momenti të marrësh sa vendime të rëndësishme për vazhdimsinë tënde, por kjo varet pikërisht nga qetësia. Vetëm duke qenë i qetë apo i qetë, çdo gjëje do t'i gjesh vendin e vet. Britsjapi. Filmi i vitit 2002, Tak Everlasting, i regjisorit J. Russell, që është i Britsjapit, është i shenjës Britsjapit, tregon historinë e një familje që bëhet e pavdekshme pasi ka pirë ujë nga një burim magjik. Prindët dhe 2 fëmijët vendosin që të mos e nxjerrin këtë sekret, por në një moment një njeri misterioz i veshur me të verdha e zbulon këtë fakt dhe vihet në ndjekje të familjes. Ky njeri, në një moment të filmit, flet me një prift të ri në moshë. E sikur të ishin të përjetshëm, e pyeti ai, pa pasur nevojë të përballeshin me dyshimin e vdekjes, të ishin të paprekshëm nga gjitha sëmundjet, të ngeleshin gjithmonë të rinj. Prifti u habit dhe i tha, ju flisni me gjuhën e blasfemisë. Po tamam, i përgjigjet njeriu i veshur me të verdha, pse ta tregova këtë pjesë të filmit, o Britsjap, burra grua qofsh? Sepse kjo është detyra jote për javën të vazhdim. Të përdorësh
por në mënyrë korrekte, si gjuhën e blasfemis, si çdo lloj tjetër gjuhë rebelimi, çdo lloj forme të shprehuri rebelimi. Ka ardhur momenti të bëhesh kurajoz dhe të shprehesh çdo mendim që deri më sot ishte e pamundur të shprehej ose e kishe të pamundur ta shprehje. Ka ardhur momenti të jesh kontrapedal dhe revolucionar në të njëjtën kohë. A e bën dot? Ujori. Në dhjetor të vitit 1910, ose diku rreth dhjetorit, natyra njerëzore ndryshoi. Shkruante në vitin 1924 gazetari angleze Virginia Woolf, që është e shenjës ujorit. Pse e bëri ajo këtë deklaratë? Ndoshta sepse u përhapën gjërësisht elektriciteti, automobilat, uji i rrjedhshëm nëpër shtëpia, që ndoshta ne për shembull se kemi akoma sot, apo ndoshta sepse ishte fillimi i lëvizjeve për emancipimin dhe të drejtën e votës për gratë, apo sepse ishte fillimi i protestave të punëtorëve, apo sepse ishte fillimi i protestave të punëtorëve, apo sepse ishte lullëzimi i pikturës moderne nga Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso, ndoshta secila prej këtyre ngjarjeve ka pasur rëndësinë e vet. Viti 2026 është viti i ndryshimeve dhe piknisja e së ardhmes tuaj. Viti 2026 do të jetë viti që kur ta kujtoni ndoshta mbas 10 vjetëve do të thoni 2026 ka qenë momenti që jeta ime mori një drejtim të ri. Është viti kur fillova një jetë të re. Peshqit. Në Norvegji, në vitin 2000, është futur në funksion tuneli automobilistik më i gjatë në botë. Lærdalstunnel, 24 kilometra e gjysmë i gjatë. Kur ke hyrë, natyrisht duhet vërtet sa kohë derisa të ridalësh përsëri në dritë. Këtë që sapo thash, unë po e përdor si metaforë për jetën tuaj në këtë periudhë o peshq, bura gra qofshi. Dhe në qoftë se do t'i referohemi 24 kilometrave të tunelit, sipas llogarive të mia, ju o peshq, bura gra qofshi, jeni aty ke diku ke kilometri 15. Asgjë për t'u shqetësuar. Rrugën e keni fushore dhe sipas meje duhet vetëm të gjeni një këngë që ju pëlqen dhe ta këndoni sa t'ju haj fyti.